Parlamentin Europian, ku asnjë udhëheqës nga Kremlini apo figurë e profilit të lartë nga Moska nuk ka ardhur qysh prej në 1960-ës, që nga 1960-a asnjë nga pala jon nuk ka shkuar në Moskë të vizitoj Kremlinin apo për çfarë do lloj arsye. Kjo ka lidhje me historinë tonë. Ne kemi patur një histori shumë të veçantë, shumë ndryshe nga vendet e tjera komuniste të bllokut sovjetik, sepse ne I konsideronim të gjithë ata tradhtarë të degraduar që nuk e meritonin shoqërinë tonë. Ne besonim dhe luftuam si fari I vetëm I komunizmit në Europë. Kështu që kur sovjetikët e braktisën Stalinin, e vazhduam ta ndiqnim Stalinin. Stalini ishte në bulevardin ton kryesor në bronz shumë herë më I gjatë se sa unë deri në vitet 90. Kjo krijoi një qëndrim të tillë, një mungesë totale besimi dhe një mungesë totale tërheqjeje nga Rusia. Ne e dashurojmë Dostojevskin e gjithçka që na ka dhënë kultura ruse, por nuk na pëlqen Putini dhe nuk na pëlqen Rusia aktuale dhe nuk kemi të bëjmë asgjë me të dhe as nuk na merr malli.